Bota e showbizit, është vërtet që disa prej këngëtarët ose prej artistëve kanë inskenuar ndarjet, për shembull, veç për me pas viralitet ose sukses. Për shembull, zakonisht këto ka ndodhur para publikimit të një këngë, a? Unë hala nuk besoj që ndodh Gjensila me besën. Gjensila në fakt tash Gjensila po shkove shumë larg. Tash po flitet që është ndonë me letrin, lemo me besën. Nuk besoj. Po deni, diçka po s'po deni. Andi, diçka po den. Andi, gjithmonë Andi. Nuk janë ndërpes fjalën. Po, normal që jam përdor gjithmonë, sidomos... Po kush, a ke ndonjë emër që e din ti vetë që e kanë inskenu një skandal, një ndarje, se ndarja nuk është skandala, po e kanë shfrytzu kështu si Jo, për shqiptarët është skandal ndarja. Si mundësi për të bërë viral. Normal, që është të sanë. S'pëm kujtojt për momentin, po ka pas shumë që... Ja, për shembull, rasti i Ledrit dhe i Sarës, të ndihmoj unë. Ndarja e tyre në fillim ka qenë marketing, derisa pastaj për fatin e tyre të keq u bë reale. Por ka nisur e gjitha si marketing për të rritur koncertet edhe gjeneratën e re tek Ledri, pavarësisht se për fatin e tyre të keq çifti shkoi drejt ndarjes. Por as tilla ka pasur plot. Po, më kujtohet që edhe Nora me Robertin kryon ndaj kanë pas një farë loje, herë po ndohen, herë jemi shumë. Dyshimi për çiftet e njohura është gjithmonë shumë i madh. Dhe kur ndahen realisht, ne prap nuk e besojmë që janë ndarë. Ka shumë çifte, për shembull, edhe në Big Brother, thuhet gjithkohës që Pjemi dhe Sara janë ndarë. Thjesht ata kanë zgjedhur të mos ekspozohen më dhe janë gjithkohës bashkë. Madje unë mendoja që ishin ndarë duke dëgjuar gjithkohës njerëzit që janë ndarë. Dhe kur ishim në një fest, po bënin FaceTime bashkë, i thash a jeni bashkë akoma? Pra, duke dëgjuar gjithkohës njerëzit për shkak se kanë qenë në qendër të vëmendjes për një kohë shumë të gjatë, dhe ata një ditë bukur thanë, "Okej, ne nuk do postojmë më me njëri tjetrin." Dhe njerëzit duke mos postuar më me njëri tjetrin, të gjithë dolën në një konkluzion që janë ndarë. Kanë filluar dhe po i mbajnë lidhet në mshaft, nuk e di pse. Është më shëndetshme për ta. Kam dëgju për një shift në Big Brother, thash. Me emra njëzat që A emra aty. Patjetër. Unë ngele të përmendim, as dhe hava të mund. Nuk e di sa është sakt, po kam dëgju që pritet me e bu publike tash edhe pak Eliona me Klodin. Okej. Lidhjen e tyre, nuk e di se si kam këshyrë mo, a e kam bu publike ajo, po kam dëgju që janë lidhje dhe pritet me e bu publike shumë shpejt. Tash më interesant që kjo e reja që e kam bu me majtë më shafte, mos me publiku, mos me marrë vëmendje, ndoshta e kanë lonë kur t'ju bjen fama e